Elisa Spiropali, siç duket, nuk duroi më gjatë. Doli nga bota e çuditërave. Pas shkarkimit si ministre e jashtme, ish kryeparlamentarja ka reaguar orët e fundit mbi ato që konsiderohen përplasje me shefin e qeverisë, dhe jo vetëm atë. Në një përpjekje jo fort diplomatike, siç do t'ia donte pozicionin më i fundit qeveritar që mbajti, Spiropali rreket të tregojë disa nga problemet e brendshme brenda Partisë Socialiste. Parti që po qeveris vendin që prej vitit 2013, probleme që janë të lidhura edhe me qeverisjen. Padyshim që brenda PS-s nuk ka munguar asnjëherë debatet. Përplasjet e forta dhe shumë të forta, si ajo e KPD-s së famshme, por prej vitesh ato po mbyten brenda shtëpisë socialiste. Të paktët që guxuan të flasin jashtë mureve të Selis Roz, herët avon e dinin dhe e morën të shkimin. Por çfarë po zbulon Elisa? Reagimi i së cilës për Ramon ishte spektakolar dhe i pabesueshëm, asgjë më shumë dhe asgjë më pak nga ato që dihen thuajse nga të gjithë, sidomos nga vetë socialistët, e që i kanë mërmëritur pa guximin për t'i bërtitur në publik. Elisa shkruan për një model që brenda PS-s po ndërton kulturën e bindjes, që konsiderohet virtyt dhe që përshtatja me këtë model shpërblehet më shumë se merita. Një konstatim i tillë nuk është as pak i ri. Vite më parë, i madhi Tritoro Agolli do ta quante shkërdatokraci, por e thon këto kohë nga një ish eksponente e lartë e qeverisë dhe ish numri 1 i parlamentit, merr tjetër vlerë. Spiropali nuk e mbyll me kaq. Ajo rrëfen mes rreshtave edhe përplasjen publike, përmes deklaratave në distancë me kreun e grupit parlamentar Taulan Palla. Ajo flet për zhvendosjen e politikës nga një hapësirë konkurrencës së ideve në një strukturë të mbyllur ku nuk kupton grupi parlamentar socialist. Kurrëndsi ka sa përshtatesh dhe jo sa vlen. Përtej këtij reagimi duhet pranuar se mbytja e debatit dhe ngushtimi i hapësirave për të është dukuri e të gjithë spektrit politik shqiptar. Trim shtrombur e të flasim drejt. Është e vështirë të identifikosh dje dhe sot një parti politike ku debatet apo edhe mendimet e kundërta me leadershipin dhe ata përreth tij janë pranuar dhe zhvilluar më tej. 3 dekada që pas përmbysjes së komunizmit në vend, kultura politike mbetet ende foshnjë që nuk dëshiron të rritet. Koncepte si demokracie brendshme, vote lirë, garandershme, qarkullim elitesh e të tjerë e ka mbuluar pluri i kohës. Ato janë zëvendësuar me arrogancë, mungesë totale debati dhe idesh, apo dhe me shuarin në struktura dhe organeve vendimarrëse. Megjithatë, le t'i kthehemi Elisës dhe botës së saj jo të çuditërave. Fitoria nuk merret, ajo provokohet, thot ajo. Pastaj shton. Meritohet kur njerëzit nuk të ndjekin nga frika, por të besojnë nga bindja. Spiropali vendosi të godas më fort. Nuk mbetet vetëm brenda shtëpisë socialiste, por shkon edhe më tej te qeveria, ku ajo ka qenë pjesë disa herë. Dhe këtu i bie edhe Goshtës që i ka mbetur pek, që kur Edi Rama vendosi ta largojë nga drejtimi i Ministrisë së Jashtme, vetëm pak kohë pasi e kishte dërguar atje për riedukim. Këtu i vjen në ndihmë objektivi i shpallur nga qeveria, sot e mot, antarësimi në BE. Europa aq shumë e përmendur këto vite, këto kohë për Elisën nuk po trajtohet ashtu sikur sa ajo e meriton, të paktën në terma. Ish kryeparlamentarja dhe më pas ish ministrja e cila Europën dhe integrimin evropian e ka pasur kryefjalë në çdo dalje, takim, konferencë apo aktivitet, e ka kuptuar se Europa nuk duhet të jetë thjesht një narrativ për t'u cituar, por një rend vleresh. Ajo vëren se çdo distancë mes fjalës dhe praktikës e bën këtë referencë të zbrazët. A është kjo një goditje pastër për ish shefin e saj dhe ata përreth tij që i ka bashkuar integrimi? Patjetër që po. Me shumë vite në politikë dhe qeverisje, Elisa e ka tashmë përvojën e mjaftueshme për të qëndruar në distancën e duhur debatit politike më qartë, sidomos atyre që prodhojnë rreziqe nga të gjitha anët. Por ajo duhet të ketë arsyet e veta të forta që po i afrohet vijën së kuqe. Mbase Elisa nuk e ka përdorur dot largimin e saj si ministre e jashtme. Edhe më i vështirë bëhet ky kapërdim kur largimin e saj e paralajmëroi kreu i PD-s Sali Berisha. Këtë ajo nuk ja fali shefit të saj. Mundet që ajo të mos e ketë pranuar me qef as zhvendosjen nga zyra si kryeparlamentare, por detyra si kryediplomate do të joshte edhe më të pakënaqurin. Pikërisht në këtë pozicion, ku fjalët kyçe, Europë dhe integrim evropian, ajo nuk i kishte vetëm objektiv, por edhe mision, kuptoi se toka po i rrëshiste në këmbë. Aty kuptoi se Skënderbeu i saj po i largohej. Dhe këtë ai e vulosi kur e kritikoi para të gjithëve. Në Ministrinë e Jashtme punon vetëm roja dhe ministri. Tha Rama, duke vendosur në siklet të madhe varësen e tij. Por Europa mbase shërben si justifikim për Spiropalin për të krijuar narrativën e vet, por qëllimi i saj dukshëm është të vendosë gishtin në plagët që sipas saj ka
BE-s dhe qeveria e saj. Me këtë qasje, Spiropali përpiqet të godasë brenda familjes së saj politike, që filloi me kërkesën e Beft për ta ulur ballën, lidhur me votën e saj të munguar për rastin e Belinda Ballukut, së cilës, ashtu si Ramës, nuk ja fal që i shpalli luftë brenda sinoreve të veta. Taulant mblidh grupin dhe të flasim hapur dhe troç. Tha Elisa përmes një deklarate me ton të lartë dhe nervozizëm të lënduari. Spiropali e di fort mirë se goditjet në parti nuk prodhojnë efekte, nëse nuk ishte një ndej në qeveri. Kur realisht ajo mori vetë goditjet e para. Dhe pse përpiqet ta trajtojë përballjen e saj jo si personale, Elisa ndihet e tradhtuar, sidomos kur flet për shfaqjen e një modeli që po zgjerohet në një normalitet të heshtur, ku arroganca dhe abuzimi nuk paraqiten më si devijime, por si forma të pranueshme shoqërore. Padyshim që një model i tillë nuk i shërben askujt. Madje rrëzon vlerat dhe parimet kryesore të një shoqërie. Ky është këndvështrimi në planin makro. Në ato mikro, na i rithot Elisa. Në këtë klim, frika nuk ka nevojë të shpallet për të ekzistuar, ajo ndjehet, shpërndahet në mënyrë të heshtur dhe bëhet pjesë e një rendi të ri, ku njerëzit mësohen të masin fjalët, jo për nga vërtetësia, por për nga pasojat. Dhe kur kjo ndodh, liria humbet karakterin e saj si ushtrim i përditshëm dhe reduktohet në një dëshirë që përmendet më shumë se sa praktikohet. Kjo është ndoshta forma më e rafinuar e kufizimit, kur liria nuk ndalohet, por zbehet. E ka fjalën për të dyja, edhe për PS-n, edhe për qeverisjen. Ndaj në këtë betejë të sapo filluar në të dy fronte njëherë, si Elisës, do t'i duhet mbështetja dhe shok beteje. Do t'jetë e vështirë t'i gjej. Nëse dhe ata nuk do dalin si Elisa nga bota e çutirave në botën reale. Megjithatë, sado miq e shok beteje t'i bashkojnë Spiropalit, duhet të marrin parasysh faktin kokfort, se Rama është gjithmonë dy hapa para.